Jemi të autorizuar për grup moshat që i bimi në Kosovë. Prindët e tyre, fëmijët e tyre kanë qëllimin vetëm Kosovë me ardhë. Që vinë prej Kosovës trajnerat për mi marrë lojtarët, edhe një kemi tash një lojtar të jashtëzakonshëm, na kemi luftë në Zvicër atje. Ne si Union bashkë me Federatën jemi të autorizuar për grup moshat që i bimi në Kosovë. Këto njëri prej tyre ka qenë edhe Leon Abdullahu bashkë me Hajdarin. është produkt edhe i Unionit klubeve shqiptare, edhe besoj që jo veç tash për kësaj lojës, po shumë më herët e kemi për krajën e prindëve dhe fëmijëve drejtim vetëm të Kosovës. Kryetari Agim Ademi vjen turnirët e Unionit kur t'i mbajmë në Zvicër, edhe ka 3 vite që jemi në kërkim të Lena Abdullahut, e kemi ditë sigurt që e kemi mbrapa edhe Hajdarin. Kështu që është një punë e jashtëzakonshme që bëhet për mi pru lojtarët këtu. Po fati jonë është që prej pranimit Kosovës e kënej, na kanë qelë rrugët edhe prindët e tyre, fëmijët e tyre kanë qëllimin vetëm Kosovë me ardhë. Do të thotë pjesa e Shqipërisë, e Maqedonisë, e Zvicrës kanë ra komplet pjesë tjera mas Kosovës. Në veri kemi edhe 2 kampe tjera që vinë prej Kosovës trajnerat për mi marrë lojtarët. Edhe një kemi tash një lojtar të jashtëzakonshëm që besoj që nuk është mirë edhe me bë publike se jemi në diskutime, na kemi luftë në Zvicër atje për me marrë. Edhe do të thotë që është një talent i jashtëzakonshëm, po kemi shumë, po njëri prej tyre veç është që vjen direkt në Kosovë. A është afër që ai do të po Kosovës? Po patjetër është një 14 vjeçar, po është talent i jashtëzakonshëm se lun në Lyon. Lun në Lyon, po lun mbrojtës. Është në Lyon, në akademinë ku ka dalë Mbappé, Thierry Henry e këta tjerë, është një jashtëzakonshëm as gjë, njëri prej lojtarëve më të mirë pjesën e Francës me Zhenevë atje.